Kryetar, shohim pothuajse në çdo periferi të qytetit mbeturina. Edhe flet për pavetdijen qytetare, mirë po qyteti nuk po pastrohet ashtu siç duhet. Kur do ta kemi gati fabrikën për përpunimin e mbeturinave? Për momentin ajo që unë mund të them për qytetin që Tetova po pastrohet çdo ditë në formë të rregullt, po punojmë gjithashtu bashkë me kompaninë edhe me sektorin civil, me shkollat, me nxënësit, me gjithë faktorë të rëndësishëm të shoqërisë që të ndërtojmë një vetdije pak më të largë ndaj tek qytetarët që mos hudhin mbeturinat i ku se kanë vendin, sepse e kanë thënë dhe po e përsëris, nuk mund të angazhojnë aq punëtor sa njerëzit do të hudhin mbeturina në rrugë dhe prandaj edhe një herë lutet e të gjithë qytetarët tani më në çdo cep kemi kosh të mbeturinave, kemi kontejner në vendit që duhet të jenë dhe t'i hudhin mbeturinat aty ku e kanë vendin. Në periferi, po ashtu gati në çdo muaj apo çdo 2 muaj ne bëjmë pastrimin e këtyre lokacioneve të cilat rrezikojnë të transformojnë në deponi të egra. Pra, gati çdo 2-3 muaj. Cila zgjidhja? Zgjidhja është që aty të instalojmë kamera të sigurisë, inspektorati të marrë masa, policia dhe gjithë institucionet që për qytetarët e pandërgjegjshëm të marrin masa dhe të dënojnë. Policinë tani e keni në dorë si pushtet. Pse nuk e keni bërë? Policia sigurisht që tani më kemi një bashkëpunim e bën punën e vet, por është një problem tjetër që unë e kam theksuar më herët, problemi i instalimit të kamerave të sigurisë. Janë disa protokolle të cilat ne si komunë duhet t'i respektojmë, jemi në procedurë të përpilimit të regulativës që të mund të instalojmë kamerat të sigurisë dhe të përcjellim qytetarët të cilët pra shkelin hapësirat publike, dëmtojnë hapësirat publike dhe pajisjet publike. Po ashtu shpejt do të nisë ndërtimi i filter stacionit për ujërat e zeza. Bëhet fjalë për lokacionin në Falisht, aty është parapa me plan urbanistik të jetë edhe do kisha thënë impjanti apo fabrika për trajtim të mbeturinave, pa përmbyllur procedurat për nisjen e punimeve të ndërtimit të fabrikës për trajtim të ujërave të zeza, ne nuk mund të bëjmë punë tjetër.